Sa po kam dalë nga Big Brother, ndihem thellësisht i zgjinjur për mënyrën si vajti kjo eksperiencë. Por nga ana tjetër, jam mësuar të shoh gjërat e mira të jetës. Jam mësuar që kësaj eksperiencë ti marr më të mirën. Dhe më të mirën që i mora ishte përballja kok më kok me Rogertin pa mu dridhë qerpiku fare, rezistimi si me qenë në një super çeliku ndaj fyrjeve dhe shareve të secilit, po ama e mira e të mirave ishte që ky djaloshi këtu, Ermiri, një artist fantastik i portokallizë dhe i humorit, më imiton mua aq mirë sa unë harroj kush është i vërtetë. E thos shkurt kjo, respekt.